telespektatorë të nderuar dhe ju musafirë të nderuar. Po na përcjellni përmes emisionit Tung Tung. Tung! Kjo në realitet përshëndetja Tung është përshëndetja jonë, por Dea Balaj, që do t'japim shumë dorë trokitjet, një personazhe jonë. Drejton 2 emisione në Kohavizion. Tung edhe PFF, a? Po, programi fluturues i fëmijëve. Tung. Po. Dea, sa vjeçare, ku shkon në shkollë? Jam 11 vjeçare, shkoj në klasën e 6 në shkollën fillore Xhamaj Mustafa. Nxënës e shkëlqyeshme. Dhe drejton 2 emisione. Po. Edhe me shumë krenari që jam pjesë e një bote televizive, gjithsesi që përfaqësoj fëmijët përmes 2 emisioneve. Fëmijë të tillë të talentuar kur na vinë, për herë i pyesim sepse na intereson që t'japim modelin e mirë për fëmijë të tjerë, sepse unë shpesh ju them, kur për shembull Dea mundet, pse s'munden edhe fëmijë të tjerë. Përveç kësaj, Dea shkon në balet, me sa e di unë, shkon në kurs të anglishtes, shkon në kurs të pianos, së shpejti do na editoj një këngë. Çka nuk bën tjetër Dea? Gjitha këto janë aktivitetet e mia, mirë po unë merrem dhe me disa aktivitetet të tjera, siç është klubi i ambasadorëve të vegjël dhe të rinj Kosovës, aty ku jam përgjedhur si ambasadore e Luksemburgut dhe shefe e Këshillit të Sigurimit, që është një ndër organet të OKB-s. Kjo po e kuptoni, i bjen Ban Ki-moonin Kosovë këtu, kështu në miniaturë. Më pas shkoj gjithashtu dhe në kursin e baletit, e kam përgjithur baletin thjesht si një rekreacion, për shkak se mendoj që është një art i cili sinkron shpirtin e njeriut. Më pas merrem edhe me kursin e pianos, që është kursi i gitarës vihuela, edhe pse ky kurs i dedikohet gitarës, unë kam përgjithur që t'luaj në një krejtësisht instrument tjetër, që pikërisht është piano, dhe kam marrur pjesë në disa koncerte, ku jam paraqitur me disa vepra pianistike. Më pas kam haruar që ceki se në shkollën Xhamaj Mustafa janë organizuar disa grupe, dhe unë jam pjesë e disa prej tyre, siç është grupi e ekologëve, grupi i orkestrës dhe gjithashtu grupi i letrarëve. Tashi, kur e dëgjon këtë të folur të mrekullueshëm, shtrohet pyetja, kush kujt do t'i bëj pyetje? Unë në realitet pres që Dea të më bëj pyetje mu, unë do të përgjigjem me shumë dëshirë. Pyetja që gjithmonë më ka interesuar është se cilat janë ato momente, cilat kur i kujton cile nostalgji dhe dëshiron t'i kthesh sërish kohën pas për t'i përjetuar edhe një herë, dhe cilat janë ato cilat mbase kur ta kthej kohën pas, mbase do i korrigjoje dhe nuk do dëshiroje t'i përjetoje fillimisht. E dashur Dea, momentet më të bukura të jetës sime janë momentet të rinisë, sigurisht edhe të fëminisë, por rinia është e mbushur për plot ëndra, të cilat unë jam munduar të i plotësoj. Ditët më të bukura të studimeve në fakultetit në mjekësisë, me shokët e mi, me synimet për të bërë një doktor i mirë, jo i famshëm, një doktor i mirë. Të gjithë kishim synime të këtilla, po thuj se të gjithë e kemi arritur, pastaj jeta na ka ndarë. Do të doja që këto ditë të bukura të një vrulli rinor, ti riktheja, jo për t'i korrigjuar, për t'i përjetuar edhe një herë. Ajo që nuk do të doja ta rikujtoja, janë sigurisht ditët më të vështira të luftës, në momente kur kemi mbet, ne në mjekësi e përdorim fjalën inkapsuluar, të rrethuar, kur s'kishim asnjë shpresë, nuk do të doja që të përsëritej më. Çfarë do të korrigjoja? Po të kthehesha në moshën tënde, do të bëja si ti. Moderatore e dashur, me 2 emisione në televizion, çfarë ëndre bukur e realizuar? Jam përgjigjur mirë apo? Po, patjetër. Dea! Mirë po. Kam edhe një pyetje tjetër, fare të fundit. Çka mendon se duhet ndryshoj shoqëria e sotme, gjithsesi fëmijët në ditët e sotme, dhe cilat janë dallimet e fëmijërisë së kohës suaj dhe fëmijërisë së kohës së sotme? Çfarë do doja të ndryshoj kjo shoqëri? Sigurisht,
do të doja të ndryshoj percepcionin ndaj jetës dhe zhvillimit saj, ndryshimit saj të përditshëm. Kjo është pak ma shumë filozofike, unë gjoja po filozofoj. Dallimin mes moshës tuaj dhe moshës time është shumë i madh. Nëse asgjë mjafton fjala internet, edhe dallimi është shumë i madh. Lodrat tona dhe lodrat tuaja janë shumë ndryshe. Por ka rëndësi që shpirti juaj dhe shpirti ynë kanë shumë ngjashmëri. Deja e dashur, unë e di se ti shkruan edhe poezi, edhe tregime. Çfarë do të na lexosh edhe prej nga frymëzimi? Unë sot për gjithë shikuesit e këtij spektakli kaq të bukur dhe gjithashtu prej këtij publiku kaq të manetshëm, do lexoj një ese që titullohet Jeta. Fillimisht e kam gjetur frymëzimin nga poezia e nënës Terez, ku i kam shkëputur dhe disa vargje, të cilat do i recitoj në përfundimin e kësaj eseja. Ne të gjithë po të dëgjojmë. Jam e shtrirë në borën e ftohtë. Shikoj lart në qiell, vështroj ujet, dhe them me vete. Ditët shkojnë e vinë dhe jeta ecën si lume. Këto janë fjalët që odha në letër. Janë belbëzimet e mia të para që shkruaja për jetën. Vazhdoja të qëndroja e shtrirë. Dhe papritmas, ranca kristale bore mbi fytyrën time, që më gjasonin me petalet e të ndafilave të bardhë. Ato më sollën nostalgji në kohën kur shkoja në qepë. Sikur ta ktheja atë kohë më parë. I merja të rëndafilat nga kopshti dhe mundoja që të vrapoja sa më shpejt, shkoja tek ëma t'ja dërgoja ato. Dhe gjatë rrugës, ato më benin. Është një kohë e paharrueshme. Por ne e dim se jeta ka si përcaktor kohën. Ajo që nuk mund ndalohet, kthehet pas apo dhe të përshpejtohet. Koha ecën, vazhdon, edhe atëherë kur gjithë rëndafilat dhe gjitha akripat e orave do të ndaleshin. Mirë po, jeta është një përjetim, por mbase dhe ëndër, që duhet ta shijojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. E ne duhet ta dimë se e rëndësishme është të jemi të përgjithshëm, pavarësisht faktit se kush jemi apo çfarë do të bëjmë në të ardhmen. Rëndësi të veçantë ka se ne duhet shikojmë brenda vetës. Të gjejmë mbi këtë burim paqe e arrijmë mirëkuptime që shtunin një individual. E më pas, t'ia shtrim duart të tjerëve me shpresën për të qenë së bashku. Jeta është ajo që nuk e ka kuptimin e saj, pa e jetuar atë deri në momentin e fundit. Dhe mbase kam dhe shumë për të shtuar, do duhej një libër i tërë, por këtë do e përmbyllja me disa vargje të poezisë në nënës Terez, sepse mbase ajo ka thënë shumë përmes tyre. Jeta është e bukur, jetoje. Jeta është ëndër, shijoje. Jeta është muzikë, këndoje. Jeta është mundësi, përfiton nga ajo. Jeta është jetë, lufto për të. Që na solli kaq emocion në këtë mbrëmje kërshëndellas. Marketing, themi pas pak.